Skandali në gjykatën e Pukës duket se i do i kushtoj dhe mjekëve të spitalit të Pukës, por edhe atyre të familjes. Këshilli i Lartë i Drejtësisë në përfundim të një inspektimi 5 ditor në gjykatën e Pukës, ku janë gjetur një sër mangësish në dosjet e çështjeve të gjykuara, i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë verifikimin e të dhënave mjekëve të familjes dhe mjekëve të tjerë, të cilët në rrethin e Pukës rezulton të kenë lëshuar raporta mjekësore, që edhe pse janë lëshuar në mënyrë abuzive kanë ndikuar në çështjet e gjykuara. Gjatë inspektimit në fjalë është dalë në përfundimin se disa të dënuar në këtë gjykatë janë liruar për shkak të disa raporteve mjekësore të lëshuar nga mjekët, të cilët kanë evidentuar se personat në fjalë ishin në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, në raportin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, rezulton se si pasojë e raporteve mjekësore të lëshuara nga mjekët, janë fituar dhe një sër procesesh gjyqësore nga të larguarit nga puna. Të gjithë rastet që inspektorët e KLD i kanë konstatuar si të parregullta, tashmë do t'i nënshtrohen një inspektimi të hollësishëm dhe për rastet e konstatuara krahas masave disiplinore pritet dhe kallëzimi për shpërdorim detyre ndaj mjekëve të cilët përmes raporteve mjekësore të parregullta kanë ndikuar dhe në procese gjyqësore, ndërkohë që në shumë raste i është shkaktuar dëm ekonomik shtetit.